Në një ditë historike për Drenicën, ku skuadra Kuqezi ishte në prag të shpalljes kampione, ishte Iqbal Jashari, ai që mori rolin e liderit në fushë. Me 2 gola të shënuar ndaj Stokut, ai ndezi festën në Bajram Aliu, por momenti më i fuqishëm erdhi pas golit të dytë. Iqbali ngriti mangën dhe zbuloi tatuazhin në krahun e majt, por tretin e babait të tij, General Bashkim Jasharit, njëri nga figurat më të shuara të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, një gest që nuk ishte vetëm fest, por një nderim, një përulje para gjakut të dhënë të dëshmorëve, sakrificës dhe krenarisë familjare. Ky gol nuk ishte vetëm sportiv, ishte amanet, ishte mesazh, ishte kujtesë se në këtë tokë edhe futbolli bart peshën e historisë. Drenica po feston, por në zemrën e saj sot rre edhe emri i familjes Jasharaj, në fushë, në histori dhe në përjetësi. Skënderaj është në fest, zemrat rajnë fort dhe lavdia është më afër se kur. Drenica eci drejt kurorës me emrin Jashari, të gdhandur në fanellën e saj.